Ja, pra miq të dashur, rikthehemi sërish së bashku në një tjetër hapësirë tonën shumë me vlerë, siç është ajo hapësirë e librit. Siç e shikoni, unë jam mes librave, por sigurisht që nuk jam vetëm. Kam këtu pranë një mik i cili na rikthehet pas bisedave që ne kemi kryer me të në sezonin e kaluar, është përkthyesi Ilir Baçi. Përshëndetje. Faleminderit që jeni këtu, është kënaqësi që ritakohemi sërish së bashku në këtë shtëpi të re. Ne jemi munduar që dhe për argumentet të cilat trajtojmë mbi librat, si të shkruarit apo të përkthyerit, të kemi dhe libra këtu prezent për ta ndjerë dhe ju veten më komfort. Do të sjellim këtë herë një libër i cili ka dalë së fundmi, pra është, le të themi, nga ata libra që pak ditë kanë që ka zënë vend nëpër raftet e librarive. Dhe me cilën mund të themi që fillon sezoni vjeshtor i botimeve. Është një titull që të bën të mendosh. Vajzat e rritura nuk qanë, nga Faye Weldon. Është një autore e cila ka shkruar në fakt edhe libra të tjerë, ka prekur dhe letërsim për fëmijë, por ne do të ndalemi tek letërsia që ka të bëjë me mesazhet mbi femrat. Shumë është folur për femrat, shumë është shkruar për gratë, këndvështrime të ndryshme, mesazhe të ndryshme, ndërkohë që Faye Weldon na sjell një tjetër panoramë në një tjetër mënyrë që nga vetë gratë është zgjedhur për të kundërshtuar dhe për t'i dalë përballë shumë haptazi atij realiteti mashkullor dhe të gjitha atyre gjërave me të cilat ato nuk kanë qenë kurrë dakord dhe janë të lodhura në jetët e tyre, duke filluar nga shtëpia dhe ambienti ku punojnë. Më bën përshtypje një gjë që unë nuk dua ta lë pa përmendur. Kur hap faqet e para të librit dhe lexon emrin tuaj, thuhet shqipëroj. Cili është ndryshimi nga shqipëroj dhe përktheu? E nisim me ju një herë. Nuk është mirë ta nisësh nga vetja, por gjithsesi. Shqipëroj sepse përkthimi është një proces përshtatje. Domethënë ti e kalon mesazhin nga njëra gjuhë në tjetrën dhe menjëherë ndryshon dhe mjeti me cilin është përcjell mesazhi. Një mesazh i përcjell në këtë rast në anglisht, duhet të vi sa më afër lexuesit shqiptar, pra kalon përmes gjuhës shqipe, prandaj dhe themi shqipëroj. Faktikisht më shumë për këtë temë kanë folur ata që merren më me hollësi me përkthimin. Nga ata gjallë sot për shembull është zoti Edmond Tupja, i cili ka shkruar dhe disa libra enkas për përkthimin, kështu që përgjigjen e gjeni aty. Si na vjen Faye Weldon në këtë krijim të saj, i cili është sa kronologjik, aq edhe me mesazhe të them ta filloj me autoren. Me autoren, po. Me Faye Weldon, që është një personalitet në Britaninë e Madhe, në letrat e gjuhës angleze. Faye Weldon është gjithashtu dhe një eksponente e feminizmit, më falni, në Angli. Është në moshë të shkuar, është akoma gjallë. Shpresoj ta kemi edhe për shumë vite të tjera, sepse ka lindur në vitin 1931. Edhe pse është mbi 80 vjeç sot, ajo vazhdon të japi mësim në universitet, në Bath Spa University. Pra është aktive. Po, dhe jep creative writing. Pra e drejta krijuese, po, shkruarit, po. U jep mësime atyre që duan të bëjnë shkrimtar. Ajo veprën e vet e ka pasur gjithmonë të fokusuar tek gratë, tek problemet e grave, si brenda shtëpisë, ashtu dhe jashtë shtëpisë, kryesisht në marrëdhëniet në çift. E fillon nga marrëdhëniet. Ajo vetë thotë kështu që, domethënë, shprehet kështu për veprën e saj që veprat e para kanë qenë më feministe dhe pastaj me kalimin e kohës edhe unë jam përpjekur që të paraqes një këndvështrim më realist. Megjithatë, letërsia ose më saktë kritikët e letërsisë, veprën e saj quajnë vepër tipike feministe. Por duhet të jo kushdo bie dakord me këtë gjë, sigurisht dhe në opinionet që janë dhënë pasi është lexuar libri ka kundërshti, kështu që. Po, për librin konkret, për librin në fjalë, Vajzat e rritura nuk qajnë, është një libër në të cilën nuk kursehet asnjë temë dhe nuk kursehet asnjë person. Do të thotë që Faye Weldon është përpjekur të jap një këndvështrim realist, duke mburur gjërat e mira të kësaj lëvizje dhe duke kritikuar ato për cilat ajo mendon nuk është se i kanë shërbyer pozitivisht lëvizjes. Vetë Faye Weldon nuk jep një mendim të qartë se nuk jep recetë, le të themi. Po, nuk jep recetë, por i paraqet gjërat siç mendon ajo që kanë qenë realistë. Mos harrojmë që ajo ka qenë dëshmitare e të gjitha këtyre ngjarjeve. Po, gjithë kjo periudhë kohore e cila është përjetuar dhe është sjell në libër.
Cilët janë armët me të cilat ajo i përcjell mesazhet e saj, ose ato që reflekton nga këto gra që krijojnë këtë lëvizje, këtë shtëpi botuese? Armët, siç e thash, janë fakti që ka qenë vetë dëshmitare. Pra ka qenë shumë pranë këtyre zhvillimeve, ka marrë pjesë vetë si feministe. Por arma më e fortë, letrare, këtu desha dalë, është ironia dhe humori i holl, siç shquhen, që themi ne anglezët për humorin e tyre, ka një humor shumë të holl, që është tipik. Dhe ajo e përzien, domethënë, realitetin gjithmonë me një dozë humori, në mënyrë që ai të vijë sa më lehtë tek lexuesi. Çfarë impaktesh ka pasur nga meshkujt ky libër? Pasi janë bërë dhe komente të tilla që atje ku ka pushtet ka burra, atje ku ka libra ka gra. Unë nuk di të them pikërisht për këtë, po di të them që është një libër që është pritur mirë, shumë mirë. Dhe jo se është pritur keq, po një farë kritike e ka marrë nga një shtëpi botuese e vërtet angleze, sepse libri bën fjalë për një shtëpi botuese, me idenë që Faye Weldon sikur i ka atakuar ato, sikur i ka sulmuar, por faktikisht Faye Weldon thotë kjo është një vepër letrare, nuk është se ka rëndësi. Bëhet fjalë për shtëpinë botuese Virago, që në Shqip mund përkthej Burrnesha ose Gruaja e Bugut. Një fenomen që ne e njohim, po. Që edhe ka nisur në mënyrë shumë feministe, gati radikale feministe, dhe pastaj u zbut, se të thuash, dhe është erdhi me këmbë në tokë. Ka ardhur po në rrymën kryesore të letërsisë, shkruan më falni, boton përsëri libra për femrat, nuk është se, domethënë, për temën e feminizmit, por jo aq akute, do thojmë. Ju ka lodhur në përkthim ky libër në shqipëri? Po çdo përkthim ka atë, më shumë se lodhje ka vështirësitë, domethënë për lexuesin këto nuk kuptohen sepse mjafton që teksti të rrjedh, po përkthyesi me redaktorën në shtëpinë botuese përliten mbas shumë fjalëve, mbas shumë koncepteve, mbas shumë gjërave që janë, domethënë, janë ato vështirësitë e procesit të shqipërimit. Nuk është, por ka qenë një libër i këndshëm. Pozitivja për mua ka qenë që ka qenë një libër të cilin unë vetë kam propozuar që të vi në Shqip. Loreta Abrahami nga shtëpia botuese Pegi e kishte përfshirë si autore Faye Weldon në kolanën Lotus, që është kolanë e letërsisë të shkruar nga femra për femrat. Por unë propozova titullin, meqense mendova që është një roman shumë i përshtatshëm dhe që duhet futur kjo dozë humori dhe realizmi, si thua, për të sjellë militantet e lëvizjes feministe me këmbë në tokë. Sigurisht që dhe në Shqipëri këto lloj lëvizjesh nuk mungojnë, edhe pse kanë qenë paksa të vonuara, nëse referohemi pas viteve 90, nuk e kalojnë të 23 vitet, kështu që edhe këtu tek ne ka një kronologji. Besoj që dhe zgjedhja juaj ka qenë pikërisht e lidhur me këtë realitet, apo jo? Ka qenë enkas për këtë, sepse mendova që libri është shumë aktual. Tek ne, mbas vitit 90, diku nga viti 95 dhe fundi i viteve 90, ne kemi mirëfilli një lëvizje feministe që vjen nga shoqëria civile. Ndërkohë që para vitit 90 kishim emancipimin industrial të grave, emancipimi grave, barazia burgrua, etj. Kishin përfshira në gjitha fushat, po. Por që ishin gruaja forca e madhe, këtë e mbajmë mend si slogan, po. Kjo është e vërtetë. Por nuk është të vinte nga shoqëria civile, duke qenë se nuk kishte shoqëri civile përveç levave të partisë që kanë qenë atëherë. Mbas vitit 90 ka pasur dhe ndërkohë që në Perëndim është një lëvizje që mori hovë mbas luftës së dytë botërore, sidomos mbas revolucionit seksual viteve 60 dhe në vitet 70 pati atë hovin e madh si lëvizje feministe, tek ne është në vitet 90, në fund viteve 90 dhe zhvillimet që janë te ky libër, edhe pse bën fjalë për vitin, libri fillon me vitin 71. Po. Dhe mbaron në vitin 99, 98-99, janë zhvillimet cilat tek ne janë tani, janë në këtë periudhë. Dhe nuk do ishte keq që të lexoj mirë libri, që ato që janë konsideruar si gabime, të mos përsëriten tek ne. Po ç'është gjithë kjo revolt, le të themi, është e lehtë, e vështirë, si është të qëndrosh përballë revoltës së grave? Aq më tepër kur janë ato momentet e para dhe kam përshtypjen që kjo është një shuplak që e ndjen edhe përkthyesi kur merr librin në dorë para se të filloj ato momentet e para të punës së përkthimit, para se të vish me këmbë në tokë, ka një uragan, kam përshtypjen që shfaqet edhe në faqet e këtij krijimi. Ka një uragan, po që
është si ajo stuhia që pushon shpejt, në kuptimin shumica e pjesëmarrësve në lëvizjen feministe e kuptuan që nëse duan vërtet dinjitet të barabartë dhe jo thjesht një barazi artificiale, pra një dinjitet të barabartë për të gjithë anëtarët e shoqërisë, pa bërë ndarjen burr ose grua, do të duhet që të bashkëpunonin edhe me pjesën tjetër të shoqërisë. Dhe kjo pjesë tjetër e shoqërisë ishin pikërisht partnerët e tyre, pra ishin burrat. Mund të jenë bashkëpunues të dyja gjinit, apo ky bashkëpunim mund të shkojë deri në një farë pike, si e gjykoni ju? Jo vetëm si përkthyes, por dhe si individ. Unë personalisht mendoj se po. Varet çdo temë, në çdo revolucion, në çdo konflikt social, varet se si e parashtron problemin dhe çështjen. Nëse e parashtron në mënyrë atakuese, në mënyrë negative, duke e sharë palën në thonjza kundërshtare, sigurisht ajo palë do vazhdoj të metet kundërshtare. Nëse ti e parashtron si një problem të përbashkët, duke e bërë tjetrin partner, atëherë edhe tjetri do bëhet bashkëpunëtori yt. Patjetër. Po të mos kishim kopertinën përpara të librit, duket që ka shkruar një femër këtë libër? Ndjehet? Unë mendoj që po, unë mendoj që ndjehet, sepse gjatë gjithë librit ajo e parashtron problemin me disa copza të vogla, cilat ajo i fut si ku ndërlidh disa momente. Po, si përjetime njerëzore. Për shembull, po jap një shembull, 2 nga personazhet e librit janë 2 neozelandezë të rinj, të cilët kanë ardhur në Londër për herë të parë si turistë. Është Nancy dhe i fejuari i saj Briani. Dhe si pa të keq, Briani e thot, ishte normale, thot kishte çorape leshi, se në Zelandën e Re rriten shumë delet edhe ka shumë produkte leshi. Po dhe i thot, lajnë çik këto çorapet. Edhe Nancy thot, "Ok, pa problem." Dhe shkrimtarja Faye Weldon e përshkruan kështu që Nancy shkoi në banjë që të laj çorapet, mirë po e kuptoi që si nuk kundërshtoi. Su pranoj që me të parë. Se, në të pranoj kaq normalisht, po të lante vetë. Që këtu fillon ai procesi të menduarit. E vë lexuesen në mendime, duke pasqyruar mendimet e personazheve. Por nga ana tjetër, ajo siç e thash nuk kursen as vetë feministët, për shumë shtëpia botuese Meduza. Që këto gra kanë krijuar si një shtëpi e cila do të luftonte pushtetin maskullor. Do të luftonte diktatin maskullor, po, si brenda familjes, ashtu edhe në shoqëri. Dhe ato në asnjë mënyrë nuk mund të përsërisnin organizimin maskullor të një shoqërie tregtare apo të një shtëpie botuese, kështu që ato vendosen që shtëpia botuese nuk do të ndjek në asnjë mënyrë shinat e organizimit maskullor të shoqërisë, po do kemi kooperativ, s'do jetë askush komandante, s'do ketë askush pushtet, që të gjithë do bashkëpunojmë etj etj. Dhe unë desha ta lexoj këtë pjesën. Patjetër, duhet të jetë shumë e këndshme. Po. Ku autorja me ironi thotë që janë ca gjëra të cilave nuk u shpëton dot, janë të nevojshme për shoqërinë. Thotë Meduza do të përpiqej të mos binte pre e mënyrës hierarkike dhe burokratike të punës, të cilën e hasin organizatat maskullore. Burrat kërkonin status dhe ndërtonin perandori. Për pushtet, meshkujt i vinin mbryllin shokut, ndërsa te Meduza, ku punonin vetëm gra, ambicia ishte vendosja e librave në duart e lexuesve dhe jo fitimi i lavdisë. Që disa cilësi janë thjesht njerëzore e nuk i përkasin në mënyrë të veçantë njërës gjini apo tjetërës, u deshkot mësoj, vëri gratë në një situatë ku kanë mundësi të fitojnë një nivel të lartë shoqëror dhe pushtet, dhe do të shikosh që edhe ato do të bëjnë çmos që të arrijnë një gjë të tillë. Po kush i dinte këto gjëra atëherë pa? Kështu thot autorja. Ne këto i lexojmë dhe gjykojmë sot. Po, mirë, gjithsesi, unë shpresoj që shumë persona që na kanë ndjekur nga të dyja gjinit, nuk po bëjmë ndarje, të krijojnë atë këndvështrimin e vet dhe ta shijojnë si një letërsi shumë të mirë dhe të futen në mendime për të riparë sadopak edhe vetveten. Unë ju falenderoj shumë që ishit këtu dhe që përcollët momentet tuaja të rëndësishme gjatë përkthimit dhe atë shije që ju ka lënë libri. Shpresoj që do të kemi sërish biseda për libra të tjerë në këtë sezon. Faleminderit juve dhe suksese me sezonin e ri. Faleminderit. Miqtë e mi dhe unë ju falenderoj dhe ju përshëndes nga ky kënd i librit ku ne do të ritakohemi her pas here për të folur për autor dhe botime të reja.